Përshëndetje, unë jam Joni Dervishi, studioj në klasën e 7 në International School of Lusaka në Zambia. Nuk do jam rëndësisht shumë me historira, por na ishte një herë një kohë një Joni në klasën e 4 në një shkollë shtetërore. Ishte shumë qef, pa mendojeni. Shkolla mbas dite, flije deri në 10, shikoja filma deri në 12. Edhe shkolla vetëm 4-5 orë ishte. Isha pa shak. Pastaj nga fillimi I dhjetorit mëra bomba. Më duhet të ndryshoja shkollën se po përgatitesha për në Zambia. Unë dija anglisht aq se më mësoni në shkollë, vetëm 2 orë në javë. Që them që isha I lumtur që më çuan në udhën e shkronjave, ku më duhet të mësoja 4 orë në ditë vetëm anglisht, që më duhet të mësoja matematikën dhe shkencën anglisht, e më duhet të mësoja anglishtën anglisht. Fare. Më duken 6 muaj të mërzitshëm e të lotshëm. Isha I fundit në klasë, sa vjen në shtëpi më duhej prap të mësoja. Më mungonte liria deri atje e më pashme. Kur erdha në Zambia më bën një test matematike dhe anglishte për klasën e 4. Ishte shumë I lehtë, kështu që më hapën atë të klasës së 5. Për çuditë të gjithëve, në matematikë mora 100% dhe në anglisht 70%, dhe s'kisha shumë fjalor. Kështu që më futën në klasën e 6 dhe për disa muaj mora mësime ekstra për anglisht. Si përfundim, ju them që në fund të klasës e 6 mora certifikatën e artë me 96%. Tani po mbaroj klasën e 7 dhe kam dhe ca certifikata dhe këtë vit. Them se ato 6 muaj, përgatitje intensive të udha, dhe ai më I maci I dhan frytet. Që në çastin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam Olimpiadën Kombëtare të Matematikës e të formimit të përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it, me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mësimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek udha e shkronjave Cambridge International School, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.